Tani aty ka qenë gara ti me disa shqiptar, Po është 6 persona. 6 persona, Një është shqiptar, edhe 5 nuk është. 5 nuk janë shqiptar. Po, hiç. Veç një është shqiptar. Po. Të juria po thu. Ja. Të ftumit. Po, ftumit. E tash ti ai kon ti ti më ka ikon nga orë. One kanë me çto kandidat, me çto tal nemër. Çfarë janë kon ata nacionalitet? Një është turke, edhe një kanë Italis, një Irana, Okej. edhe one, Arab, një shqiptar, edhe një turk. Pra, do më thonë, a kanë edhe një shqiptar tjetër aty nga orë? Ja, veç one. Jo, veç kë djali. A kanë një djalë shqiptar? Po, veç një. E tash ti ke ditë më shumë se shqiptari për Kosovën. Po. Okej, interesant. Këta kandidat tjerë, italiani, turku, bla bla. Edhe ata janë fans të Kosovës së shqiptarisë, domethënë ata shkojnë të vizitojnë? Po. Edhe ata pra, janë që shkojnë rregullisht. Po. Po s'kan ditë sa ne sa ti. Ja. E çmimin e ke fituar ti domethënë. Po. Okej, çka janë pyetjet që ku je kanë Kosovë? Ku je kanë Kosovë? Po, unë kam thënë në Prishtinë, Gjelan, Ferizaj, në Gjakov, në Deçan, Kret. Krejt i ke vizitu? Po. Okej, kush është qyteti jot më i preferuar në Kosovë? Gjelanit edhe Prishtinës. Opa, çova dorën pa e ditë se çka kam thonë. Gjilani dhe Prishtina. Pse Gjilani, pse Prishtina? Gjilani është krejt shokët e kam në Gjelan. E ke krejt shokën në Gjelan? Po, krejt. Okej. Edhe Prishtinës është qyteti më i madh. Okej. Edhe unë du shumë edhe Prishtinës. Okej. Apo shefi, pari Gjilani, qyteti o bir, para Gjilani, go Gjilani! Ska be, me Gjilan s'ka.